Si lindi ideja për ta ndryshuar dhe për ta arritur? Por unë besoj që çdo projekt kur nis ka një objektiv më madhor. Dhe muza ka sigurisht objektivi madhor është si ne të përfshihemi dhe të jemi pjesë e një tregu ndërkombëtar. Dhe ne na duhet të jemi pjesë e tregut ndërkombëtar. Dhe kështu kemi bërë bashkë të rritë muzës, bashkë me bizneset dhe gjithçka. Do gjeni brende të reja, të ri, biznese të konsoliduar, do të gjeni oferta shumë fantastike për gjithë ju që doni të ndryshoni edhe stilin e veshjes. Pra Muza Fashion Fair është një mundësi e shkëlqyer për të ardhur për ta vizituar, është falas, hyrja është falas, çdo kush që kërkon të vi dhe të shijoj një trendet e reja të modës, është vendi i duhur të shijoj sfiladat. Në orën 7:30 çdo natë në Pallatin e Kongreseve do të ketë sfilada fantastike, brende fantastike që besoj do të sjellin risi në treg, por dhe do na japin një orientim të ri se si ne të kurohemi. E vërtet, pra nesër të dielën dhe pas nesër të hënën, Ju presim në Pallatin e Kongreseve. në Muza Fashion Fair.